Nëse të kanë thënë se ke nevoje për një kolonoskopi, mendimi yt I parë mund të jetë: a duhet vërtet ta bëj? Më lejo ta bëj këtë thjesht, të qetë dhe të qartë. Një kolonoskopi është një vëzhgim I afërt I brendësisë së zorës së trashë, kolonit tënd, duke përdorur një tub të hollë fleksibël me një kamerë të vogël dhe dritë në fund. Ajo kamera dërgon video drejt për drejt në një ekran në mënyrë që një mjek I trajnuar të mund të shohë çdo gjë të pazakontë. Pse bëhet kjo? Qëllimi kryesor është parandalimi. Kanceri I zorës së trashë shpesh fillon si rritje të vogla të kuajtura polipe. Shumica e polipeve janë të padëmshme në fillim, por disa mund të shndërrohen ngadalë në kancer gjatë viteve. Gjatë një kolonoskopie, mjeku mund t'i gjejë këto polipe dhe t'i heqë menjëherë para se të bëhen problem. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka edhe arsye të tjera. Nëse ke pasur gjakderdhje nga rektumi, dhimbje të vazhdueshme, barku, anemi të pashpjegueshme, ndryshim në zakonet e jashtëqitjes, humbje peshe, që nuk e shpjegon dose histori familjare të kancerit të zorës së trashë apo polipeve, një kolonoskopi ndihmon për të kuptuar se çfarë po ndodh. Përdoret gjithashtu për të monitoruar sëmundjen inflamatore të zorëve dhe për të kontrolluar nëse polipet e mëparshme nuk janë kthyer. Atëherë, çfarë ndodh në të vërtetë? Një ditë më parë, do të bësh një përgatitje të zorëve, në thelb një pastrim. Në klinikë, do të vishesh me një robë spitali. Shumica e njerëzve marrin një qetësues të lehtë, kështu që je I relaksuar dhe shpesh nuk do të mbash mend shumë. Mjeku e udhëheq butësisht tubin përmes rektumit në zorën e trashë, duke shtuar pak ajër ose CO2 për të hapur pamjen. Ekzaminimi zakonisht zgjat 10 deri në 45 minuta. Nëse shohin një polip, mund ta heqin. Nëse shohin diçka që ka nevojë për një vëzhgim më të afërt, mund të marrin një biopsi të vogël. Nuk do të ndjesh prerje. Zora e trashë nuk e ndjen atë në të njëjtën mënyrë si lëkura. Më pas, do të pushosh ndërsa qetësuesi largohet dhe do të kesh nevojë për dikë që të çojë në shtëpi. Mund të ndjesh fryrje ose të kesh disa ngërçe nga gazrat për disa orë. Por rreziqet. Probleme serioze janë të rralla. Mund të ndodhë gjakderdhje, sidomos pas heqjes së një polipi dhe zakonisht është e vogël. Perforacioni, një qarje në murin e zorës së trashë, është shumë I rrallë, por serioz dhe mund të ketë nevojë për trajtim. Mjeku yt do të shpjegojë rreziqet specifike bazuar në shëndetin tënd. Kush duhet të kontrollohet? Për shumicën e njerëzve me rrezik mesatar, kontrolli fillon rreth moshës 45 vjeç. Nëse rezultatet janë normale, kolonoskopia tjetër shpesh bëhet pas 10 vjetësh. Nëse ke rrezik më të lartë, si një histori e fortë familjare, mund të fillosh më herët ose të shkosh më shpesh. A ka alternativa? FIT ose test I jashtëqitjes. Test ADN I jashtëqitjes. Kolonoskopi me CT, sigmoidoskopia fleksibël. Ato mund të jenë opsione të mira, por nëse shfaqet diçka, do të kesh ende nevojë për një kolonoskopi për ta konfirmuar dhe hequr. Në fund të fundit, një kolonoskopi ka të bëjë me parandalimin dhe qartësinë. Është një procedurë e shkurtër që mund të shpëtojë vite shqetësimi dhe jetë, duke kapur problemet herët ose duke I ndalur ato para se të fillojnë. Nëse të është këshilluar të bësh një, bëj pyetjet e tua, planifiko përgatitjen dhe ndërmerr atë hap drejt qetësisë shpirtërore.